Si që shifni me ardhe një urdhë të dytë në zyrën e kufirit këtu tek dispeqeria Durrësit, tek dispeqeria flotës peshkimit, janë penalizuar të gjitha barkat për dalje në det me justifikimin e mospasjes së pajisjes së Blue Boxit në mjetin lundrues. Duke parë edhe qartësisht këtë urdhër që ka ardhur, e specifikon pajisja Blue Boxit. Do të thonë, na lini dyshime të arsyeshme që ky është një rast i pastër korruptiv, sepse nuk ka në asnjë vend të botës në mënyrë të specifikuar dhe të detyruar që ne duhet pajisemi me Blue Box, kur ka shumë pajisje tjera që operohet mjaft mirë dhe mjaft qartë për të identifikuar mjetet detare. Dhe nuk mundet asnjëherë një urdhër i QNOD-s të kundërshtojë një VKM që qartësisht është shprehur që mjetet lundruese që dalin në det duhet në mungesë të pajisjes identifikuese duhet të japin njoftimin një herë në 2 orë tek QNOD-ja në kuadratin ku ndodhen dhe vjen e lundrimit se nga po lundrojnë. Dhe nuk mundet që një kapter të kundërshtojë komandantin që detyrimisht VKM-ja ka një fuqi ligjore që del nga një qeveri e cila është në pushtet. Si juve ky vendim? Ka një në det sot? Siç e shihni, e gjithë flota është e bllokuar, e gjithë flota është penalizuar dhe i gjithë peshku në treg sot është peshk importi. Peshk i kalbur grek dhe nga gjithë vendet e tjera të rajonit kur tregut shqiptar, konsumatorit shqiptar i mungon produkti vendas. Blue Boxi është në rregull, punon, vetëm se i ka ra bateria, ka një afat i bie bateria. Ato bateritë janë pak më të mëdha se i bateri telefone dhe ka ke Blue Star 20.000 lekë sa dush. Të vjetra, gjithmonë. Kur i vun fillim ato morën 10 milion euro këto që i pruj komuniteti evropiane ku po dijon, tash ju marrën ato lekët që vodhën atëherë, duhet vjedhin prapë tashin ato ne me ble 2000 euro një bateri. I bateri telefoni 2000 euro. Vet me tender prapë. Po normal me tender, se pa tender duhet me vjedh ata, nuk mund vjedhin ndryshe. Është thjesht abuziv, unë habitem si së ndryrim prokuroria, ta shohi sa lek bon kjo atje ku i blejnë ata dhe sa ne shesin neve. Është gjë më e thjeshtë. Lejnë gjithë tani pa punë, rreth 500 familje, ti lesh pa punë për i herë, sepse duan me vjedh ata ca lek, se kanë marrë lekët, vetëm Shqipëri mund të ndodhe kjo punë. Tek e fundit, a do Blue Box që të punoj? Lekë si punë fare Blue Box është mjet shpëtimi për mua s'është për atë, nuk është mjet për të verifikuar se ku jam unë. A është mjet që unë të jap alarm kur kam një problemi gjë. Ne të mytet, le të mytet mjet, pse të mytemi këtu në tokë. Ta them mytën në tokë se nuk lejon më myt në det. Asnjëherë nuk ka hyrë në funksion. Që kur janë vënë ato kanë 6 vjet, asnjëherë nuk ka funksionuar ajo. Ka mjet identifikimi tjetër, janë radio. Le që kemi radio, ka telefona, ka këta e thotë rrin 6.000 me tokë, 6.000 me tokë punon telefoni, për çfarë do Blue Boxin? Makinës, a i vend GPS ata thot, makina në Amerikë në mes miliona makina t'jep se ku je, ku po shkot, qa po bo. Blue Boxi me 101 ndet, nuk je ka do dhe i se ku jam unë, kupton? Thjesht dun me vjedh lek, është korrupsion më i pa skrupull nuk po vaki. Nuk ka asnjë lloj shpjegimi tjetër.